Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla prezantoi paketën e mbështetjes për bujqësinë dhe zhvillimin rural për vitin 2026, duke e cilësuar si skemën më të madhe ndonjëherë për fermerët dhe agrobizneset shqiptare. Ministri Salla nënvizoi se mbështetja e bujqësisë mbetet një prioritet strategjik i qeverisë shqiptare dhe theksoi se paketa e këtij viti me një buxhet total prej 5.2 miliard lekësh ofron një çështje të integruar që synon rritjen e prodhimit, formalizimin e tregut dhe përmirësimin e potencialit tregtar të fermerëve. Që është i pardi që ne kemi në 6 muajin tjetër për të aplikuar dhe për të pasur në mundësi që të gjithë fermerët jenë pjesë edhe kësaj pakete që do të jetë shumë e rëndësishme për atë çfarë duhet të mbështetet fermeri dhe atë çfarë ne duhet të jemi në raport me fermerë për të rritur kapacitetet dhe për të qenë sa më pranë fermerit të mbështesim, qoftë në sigurinë ushqimore, qoftë në informacionin e tyre, por edhe atë çfarë ne duhet të bëjmë për orientimin e tregut që ata duhet të përfshihen qoftë në të mbjelljet e tyre, por edhe në paketën financiare që ne kemi vendosur për të orientuar dhe për të qenë ne sa më pranë tyre. Gjithsesi, skema kombëtare prej 5.2 miliard lekë është një nga mundësitë që ne kemi dy komponentë, siç janë pagesa direkte për fermerët dhe investimet në sektorin prioritar të bujqësisë dhe blegtorisë. Turi i gjesave, siç u përmenda pak më lart, ka qenë shumë i rëndësishëm për ne dhe për të orientuar të gjithë fermerët dhe për të dëgjuar ato çfarë ne duhet të ndryshojmë në paketën e radhës, të cilët jemi në fazë diskutimi me stafin e Ministrisë dhe të AZBR-s për të përafruar të gjithë mundësinë dhe kërkesat e tyre, të cilët janë, mund të themi, janë disa problematika që lidhen me mënyrën se si ne do të qasemi ndaj tyre, por edhe mënyrën se si ne duhet të japim akses për aplikime. Ministri Salla deklaroi se paketa e vitit 2026 është një angazhim konkret për fermerët dhe zonat rurale dhe se qeveria do të vazhdojë të dëgjojë fermerët dhe të investojë në një bujqësi më të fortë për të formalizuar dhe më të konkuruar, duke siguruar një ardhmë dhe më të qëndrueshme për sektorin bujqësor dhe rural të Shqipërisë.